Ka tërhequr gjithmonë vëmendjen me zgjedhjet e saj, mësohet e fshehta kurorës së princeshës Diana. Kur bëhet fjala për modën mbretërore, zgjedhjet e aksesorëve nuk janë kur të rastësishme. Çantat, vathët, gjerdanët jo vetëm që përputhen me veshjet e familjes mbretërore, por ato shpesh kanë më shumë rëndësi. Nga princesha Diana, e cila mbante një gjerdan në kokë, deri tek princesha Beatrice, e cila u dërgoi një mesazh adoleshentëve me çantën e saj. Bota e aksesorëve mbretëror është plot me kuptime të fshehura. Kurora që mbajti princesha Diana gjatë ceremonisë martesore nuk ishte një dhuratë nga familja mbretërore, por në fakt ishte trashëgimia e saj familjare. Ajo mbante diamante që i përkisnin familjes Spencer për gati një shekull dhe ishte bërë nga disa bijuteri që ra në duart e familjes së Dianës në periudha të ndryshme të historisë. Pas ceremonisë martesore, Diana vendosi kurorën Spencer në disa raste edhe pas vdekjes së saj në vitin 1997. Ajo ju rikthye familjes së Dianës ku mbetet edhe sot e kësaj dite. Në vitin 2018 mbesa e Dianës vuri këtë kuror Spencer në ceremoninë e saj të dasmës. Princesha Diana ishte një rebele vërtet kur bëj fjala për modën dhe shumë nga zgjedhjet e saj të veshjeve ishin të guximshme për një princeshë. Ajo sot konsiderohet si një ikonë e modës.